duart rokitje për gjithë modelet më të bukura. Falenderoj të gjitha modelet e jashtëzakonshme që ju dhuruan më shumë nur dhe jeshi veshjeve më të bukura tradicionale shqiptare. Faleminderit vajza. Do të ftoj tani një tjetër modele ndërkombëtare. Është shpallur Miss Universe Albania 2019 dhe aktualisht një nga prezantueset më të ëmbla të ekranit shqiptar. Kemi prezantuar dhe disa edicione së bashku në Miss Universe Albania, prandaj kam kënaqësinë të ftoj pranë meje një kolege shumë të bukur, zonja dhe zotëri, Cindy Marina. Mirë mbrëma të gjithëve, mirë si u gjej. Teni, kënaqësi të ndajmë sërish një skenë bashkë, Adrola, i bashkë me bukur si gjithmonë. Sonte është një natë shumë speciale, sepse për herë të parë jemi në Rom të Italisë, sjellim një projekt shumë unik dhe unë jem vërtet shumë nderuar të jem pjesë e këtij projektit dhe dua të falenderoj producentin ton, Eduard Deta, për këtë mundësinë. Sfilatës së parë ishte Gjubleta Çiman Adrola Veshër, e cila që prej vitit 2022 është pjesë të listës së trashëgimisë kulturore jo materiale në UNESCO, në nevojë urgjente për mbrojtje. Së bashku me Gjubletën në këtë listë janë përfshirë edhe artizanati në përgatitjen e saj dhe mënyrat e përdorimit. Duke mbetur tek Gjubleta dhe veshja tradicionale shqiptare, do të ftoj tani në skenë një kritike të artit kontemporan, zonja Elona Jolla. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Elona. Elona, ju keni marruar studimet në Universitetin e Parmës për trashëgiminë artistike dhe spektakël dhe keni mbrojtur diplomen për kulturën e kostumeve shqiptare nga viti 1900 në vazhdim. Çfarë i bën unik e kostumet e etnografisë shqiptare? Vlera që mban me vite e vite dhe punimi dhe dekorimi i tyre që nga fillimet artisanale deri tek ato sot kontemporane që nuk kanë humbur vlerat dhe trashëgimin për t'u veshur dhe për t'u ekspozuar edhe në ambientet evropiane. Cili është veshja më unike ose më i vlerësuar? Veshja më unike është një nga kostumet më antike shqiptare që vijnë nga shekulli 18 deri 20, nga vitet 18 dhe 19 dhe e bën më speciale Gjubletën. Elona, në fakt për t'ju rikthyer Gjubletës, a mund të na thoni se nga kush vishej dhe çfarë tregonte si status? Gjubleta vishesh nga gratë e zonës së veriut dhe zakonisht vishesh në ambientet e festave si në fejesa, martesa, për pashkët dhe zakonisht ishte më e përdorur në martesë. E në fakt dhe ne jemi shumë të nderuar që sot Gjubleta është veshur nga Adrola Dushi. Gjubletën e bën shumë speciale, fundi saj i valzuar, që vjen me shumë volum dhe në formën e një kampane. Duke ardhur në formën e kampanës, tregon dhe religionin katolik të zonës së veriut, dhe është e mbuluar me këto dekorative që gratë e asaj kohe nuk ishin as stiliste, por nuk vinin as nga industritë e modës, por ishin vetë ato me talentin ingenuin që i kanë punuar në vegja dhe me duart. Cindy, vijojmë mbrëmjen tonë me një yll të muzikës shqiptare që sjell sërish aromë shqipërie. Kësaj herë në muzikë, zonja dhe zotëri, përpara jush, Marcela Çibukaj. Shumë faleminderit. Jam e lumtur sot në këtë rol të dyfisht gjatë kësaj mbrëmje për të prezantuar së bashku me Cindy dhe me Tenin këtë mbrëmje kaq të veçantë. Publiku nëpërmjet ekranit mund të shohë këtë sallë shumë madhështore në cilën ndodhemi. Unë që jam rritur dhe kam jetuar shumë vite pikërisht këtu në Rom, Salone delle Colonne është një nga vendet më prestigjioze ku organizohen evente të rëndësishme të ndjekura edhe nëpërmjet ekranit. Ndaj është një privilegj
që pikërisht në këtë sallë, në zemrën e Romës, përcjellet një event kaq i bukur, kaq i veçantë, që shpalos të gjitha vlerat e historisë tonë, e identitetit tonë. Kënaqësia për mua e dy fisht edhe si këngëtare, për herë të parë prezantoj 2 këngët e albumit tim të fundit titulluar Petale, Enkas për ju, në këtë sallë të bukur në zemrën e Romës. Edhe sot u nisa për askund, aty mbase do të rria vetën, aty ku askush më nje, aty do dëgjoja veten, të dëgjoja ç'kishte për të më thënë. Meriton të vej në vend të parë, për herë të parë. Se ty të dëgjova shumë, ti ma more edhe mendjen, unë kërkova si e marë, në këmbim zemrën tënde, nëse do të kisha marë, base pak ma pak e kisha vrarë, për herë të parë. Por e mbaju, nuk po tale të fajin, e kërkova ndarjen, e fajtore jam unë, ti mbaje, dhimbje që kam unë mbaje, se për të këti faje, e fajtore s'jam vetëm, unë s'jam Thonë që nga një sjarti që dy të marë, edhe qeli qanë, koha për të ndalë kthe disa fjallë, por asnjë më falë, por e mbaju, nuk po tale ty fajin, e kërkova ndarjen, e fajtore jam unë, ti mbaje, dhimbje që kam unë mbaje, se për të këti faje, e fajtore s'jam vetëm unë. Shumë faleminderit. Karakterin mos më merë për keq, dukem ëngjëll ditë jem dhe treq, e kur të nisun të largohem, gjeje ti mënyrën të më kthesh, pak nga pak unë ty do të mësoj, lojen bashkë ta luajm ta kalojm, e mos të digjesh ti bashkë me mua, por në fund të dyne të fitojmë. Duhet të dishen, duhet të duash, në lojën time s'është e thjesht, por nuk fiton dot nëse nuk luan. O nuk jam ëngjëll, por nuk jam as dreq. Duhet të dishen, duhet të duash, në lojën time s'është e thjesht, por nuk fiton dot nëse nuk luan. O nuk jam ëngjëll, por nuk jam as dreq. Ki durim se hidhërohem let, bëj kujdes vëmendjen ku e jep, e kur të nisun të largohem, mos kujto se do të kthehem vet, pak nga pak unë do të bëj të lehtë, nëse ti vëmendjen ti me pret, aty do nisun të ofrohem, por tërheqjen duhet ta bësh vet. Duhet të dishen, duhet të duash, në lojën
vetë nëse nuk luan. Unë nuk jam angjëll, por nuk jam as dreq. Grazie, shumë faleminderit. Tani pres në skenë Tenin dhe Sindin. Dy kolegët e skenës sonte në këtë mbrëmje të veçantë. Jeni bërë shumë të bukur të dy. Marcel kish këlqy si gjithmonë, na knaqe. Dhe tani do vijojmë dhe gjejmë rastin të falenderojmë partnerët që na mbështetin në këtë event dedikuar etnografisë shqiptare. Shumë faleminderit për Klinika Kate, ekipi më i mirë. Duart rokitje e madhe patjetër, ekipi më i mirë kirurgjikal estetik italian, që operon në Tiranë dhe Prishtinë në përsosjen e bukurisë. Faleminderit për mbështetjen Green Coast Resort and Resident, destinacioni i ri premium në Mesdhe që gjendet në Palas. Një prej vendeve më të bukura të Bregdetit shqiptar me një pamje mahnitse nga deti jon. Si dhe një falenderim për stilistin Altin Mici, i cili gjithmonë është kujdesur për daljen time televizive. Faleminderit Altin. Kemi edhe një partner tjetër, me siguri me shumë kënaqësi e falenderojmë për mbështetjen në organizimin e këtij eventi, i cili është Restorant La Piazza në Venecia.